Dua t'u tregoj një maskë që do bëjmë për fytyrën me aloe, edhe me aloe vera, edhe me mjaltë. Do presim një fletë dhe do t'ua tregoj se si do ta bëjmë, si do ta përdorim. Pasi e lava aloen, dua t'i heq që këto gjëmba. Shiko sa gjel të mirë që ka. E nxjerrim gjelin me një lugë, duam një lugë, si u thash, gjëlle, me gjelin e aloit. Do ta hedhim në blender. Me dhe pak nga kjo të pastrojmë. Do hedhim dhe një lugë mjaltë. Mjalta duhet jetë bio, se është më e shëndetshme dhe për fytyrën. E hodhëm dhe mjaltën dhe aloen, edhe do t'i rajmë në blender. Ka me mjaltë edhe aloe vera është gati. Unë e vendosa në fytyrë, do pres tani që të thahet fytyra dhe pasi të thahet do ta bëj prapë do ta kaloj prapë me maskë fytyrën. Mund ta lini 20 deri në 30 minuta dhe pastaj do ta lani me ujë të vakët dhe me një sapun që është për fytyrën, ose dhe thjesht me ujë. Unë në fakt nuk përdor sapun, thjesht me ujë. E laj dhe e pres që të thahet vetë dhe pastaj do vini një krem hidratues. Aloe na ndihmon sepse ka lagështinë dhe plus që ka dhe vitamina A, B dhe I. Edhe mjalta dieti që na ndihmon sepse zbut fytyrën, e ndihmon të shkëlqejë. Provoheni edhe do më thoni rezultat. Harrova që t'u them që mund të përdorni, të shfrytni dhe pak limon, lëng limoni të freskët diet brenda në maskë. Unë nuk e përdor aksara dhe limonin sepse dje bra një maskë që ishte për detox, që do me thënë të pastrohen poret edhe qelizat e fytyrës, se që kështu nuk doja prapë sot të bëja maskë detox. Vetëm mos harroni që pasi të keni bërë maskën, të keni vënë kremin, do vini kremin hidratues, do vini dhe krem për diellin. Mos dilni asnjëherë nga shtëpia pa krem dielli.